Një metodë që pak e njohin, por shumë po përfitojnë prej saj. Në një kohë ku gjithnjë e më shumë, njerëz kërkojnë trajtime natyrore dhe pa efekte anësore. Një formë e veçantë terapie po fiton vëmendje, inhalimi nga kosherja e bletëve. Nuk bëhet fjalë për mjaltë të pirë apo për produkte të zakonshme të bletës. Kjo është një përvojë ndryshe, thithje e ajrit të ngrohtë dhe natyral, që del nga kosherja, një përzierje bioaktive me propolis, aromjalti, polen dhe substanca të tjera të fuqishme natyrore. Kjo nuk është thjesht terapi, është një përvojë unike mes natyrës dhe shëndetit, theksoi biologja Jehona Gjeladini. Kjo metodë e njohur tashmë në shumë vende të Europës si një formë e veçantë e terapive alternative, ka treguar rezultate të jashtëzakonshme në lehtësimin dhe shërimin e të gjitha sëmundjeve të frymarrjes, por fuqia e saj shkon më tej. Kjo terapi qetëson sistemin nervor, lehtëson ankthin, depresionin, lodhjen mendore dhe ndihmon në balancimin emocional. Mi është api aer terapi, që do të thotë terapi direkte prej kosherës së bletëve. Këtu nuk e kemi vetëm mjaltën si produkt inhalimi, por në të njëjtën kohë kemi edhe produkte tjera që janë në kosherën e bletëve, si që është poleni, propolisi, dylli bletëve, perga e bletës, mirë po, në të njëjtën kohë edhe ajri që e krijojnë bletët vetë me të rahurat e krahëve. Do me thënë vetë era e bletëve, e cila përmban fermente që shpërndahen dhe janë shumë të mira për organizm. Nuk themi se është e panjohur, por shumë pak e njohin njerëzit. Në vendin tonë, por edhe në përgjithësi, për shkak se si lloji inhalimi është shumë i ri, ka një 25 vjet që përdoret në nivel botror inhalimi prej kosherës bletëve. Unë jam magjistër i bletarisë, kam specializuar në prodhimin e mëmave, mirë po me atë që rash në kontakt me inhalacionin, kjo ishte pak pjesë më interesante, edhe vazhdova në këtë rrugë, për ndryshe kam edhe specializimin për apiterapinë që është aty dhe specializimi tjetër për produktet bio që unë i prodhojnë këtë qenë. Metoda e apiterapisë ekziston që nga koha e Egjiptit. E deri më tani. Mirë po inhalacioni direkt nga kosherja e bletëve është zbuluar në Gjermani. Shumë e rëndësishme. Për shkak, ja ju që keni ardhur këtu, ne jemi goxha më larg rrugës. Nëse do të ishte rreth rrugës, për shkak të gazrave, me që komunikacioni është i dendur, për shkak të gazrave, do me thënë normalisht se pranon një pjesë të gazit, kosherja mrena nga vetë ambienti. Këtu për shembull nuk ka gazra për shkak të se s'ka lëvizje të automjeteve, jemi gryk, fryn çdo herë, edhe ajri është shumë i pastër. Edhe materialin që e mbledhin bletët, do me thënë, atë që ushqehen, e marrin nga ambienti, më shumë shkojnë lart ka mali dhe e bien që është më i pastër se sa rrugë, do me thënë, rreth bimëve që janë rreth rrugëve. Jehona Gjeladini tha se ky udhëtim nuk nisi si kërkim profesional, por si një mision personal. Ishte djali i saj, ai që e shtyu të kërkonte alternativa të shëndetshme, të sigurta dhe natyrore, për të përmirësuar shëndetin e tij, në përballje me problemet e tij respiratore dhe nevojën për një trajtim që nuk mbështetej vetëm në ilaçe tradicionale. Ajo nisi të hulumtonte thellë në botën e bletëve. Djalin e madh smut prej alergjive, por s'kishte gjë që nuk kishte alergji. Edhe një periudhë gjatë ishim kozle me djalin, spitalin e njohur për fëmijë, për alergji. Edhe aty vendosëm që të fillojmë me apiterapinë, duke menduar se do blejmë një inhalator, da inhalojmë jashtë, se ai alergjik prej mjaltës jo, bletës jo, da inhaloj jashtë, pastaj e konstruktojmë këtë lloj shpize të vogël, edhe fillon që të bëjmë këtë lloj të terapisë, por nuk kisha guxim që ta bëj. E keni praktikuar tek djali? E para ka qenë tek djali im, për shkak se alergjitë e atij ishin me kollitje pa ndërprera, vazhdueshme, edhe me manifestime të puçrave nëpër trup, edhe me fryerje pjesëve të ndryshme të trupit. Ishin alergji çkallës natë. Këtë metodë e keni aplikuar që ta aplikoj si metodë për apiterapi. Edhe pastaj vazhduam, shëqnia,
e murëm vesh, familja dhe kështu, fillum që pastaj e kthym në qendër të apiterapi. Këtu jashtë e kemi kosheren edhe aparatin e inhalimit që është e vendosur mbi koshere. Me gypin që vazhdon, do me thënë në këtë pjesë, vendoset maska. Këto janë maskat e inhalimit dhe këtu e kemi matësin e ajrit. Pa. Edhe tani këtu janë gradët. Do me thonë, fillojmë nga grada më e ullët, duke e rritur deri tek grada më e lartë. Do me thonë, filloni gradualisht. Po, gradualisht. Që mos bën... Pa tjetër ashtu, do me thonë, derisa të adaptohet, se për disa njerëz, ajri i kosheres është për herë të parë. E ndjen për herë të parë. Mund t'i vje me vjell, mund ndodhe. Po shkak se kanë dëgju asnjëherë atë ajër. Do të thonë, kur fillojnë me seancën e parë, filloni me gradën më të ulët, të themi tek fëmijët me gradën më të ulët, tek grada 1. Pastaj filloi rriti deri tek grada 3, kur flasim për fëmijë prej moshës 3 deri në moshën 7 vjeçare, ndërsa te ato më të mëdhenj filloi me 1, pastaj vazhdojmë deri tek grada e 5. Ja, e 5 më e lartë. Kështu. I keni. Në këtë mënyrë. Biologja Jehona Gjeladini, e cila ofron terapi me inhalim nga kosherja e bletëve, është e përkushtuar që çdo pacient të trajtohet me kujdes dhe përgjegjësi të plotë. Për këtë arsye, para se të fillohet me terapin, ajo kërkon nga çdo pacient të sjellë analizat mjekësore të fundit, si dhe një mendim nga mjeku personal për gjendje shëndetësore. Vetëm pas vlerësimit të plotë, vendoset nëse terapia është e përshtatshme për pacientin. Metoda e inhalimit rekomandohet prej moshës 3 vjeçe, për shkak se fëmijët e moshës 3 vjeçe, organet e organizmit janë të zhvilluara, do me thënë, në një shkallë të mjaftueshme që të kryhet inhalimi i bletëve. Atë të cilët nuk hanë mjalt, janë alergjik prej mjaltës, është e ndalueshme 100%. Për shkak se avulli i mjaltit është më i madh, do me thënë, me përqindje më të madhe kosheren e bletëve. Dhe për këtë arsye nuk i rekomandojmë, por edhe nuk i pranojmë, do me thënë, që të vinë të inhalohen, për shkak se është inhalacion direkt, me anë të burisë, me anë të maskës, ajri vjen nga kosherja e bletës dhe për këtë arsye nuk rekomandohen. Mirë po, nëse këto persona do të kenë durim, do me thënë, që mund të bëjnë inhalacionin, për shembull 1 minutë, disa ditë, 1 minutë e gjysmë, disa ditë të tjera, që kjo është një periudhë shumë e gjatë, për të mbri, edhe mund të mbrihet, po një inhalacion i tërë nuk bëhet të këto. Personat që të binë deklaratën e mjekut, apo mendimin e mjekut, dhe unë me këtë mendim mjekve që i kanë marrë, konsultohem me mjekët e mi, që i kam, bashkëpunëtor, të përhershëm këtu, pastaj vendosim për sa inhalacioni, ose si do të bëhet inhalacioni, zakonisht një inhalim zgjat 30 minuta, por varësisht edhe nga gjendja. Tek fëmijët prej moshës 3 vjete deri 7-8 vjete, unë e bëj 20 minuta inhalacionin, për shkak se është moshë e vogël dhe kapaciteti mushkëror i atyre është më i vogël për dallim nga njerëzit e ri. Inhalimi me bletë shëron të gjithë smundjet që janë të lidhura me organet e frymëmarrjes, duke filluar sinusët, bajamet, mushkërit, alergjit,
të gjitha. Dhe sëmundjet psiqike, si që janë depresioni, pagjumësia, migrenat, kokëdhimbjet e vazhdueshme, dhe merr pjesë në organet për tretje, kryesisht në zorën e trash, tek njerëzit që kanë problem me zorën e trash. Varsisht njëherë do të them nga lloji i sëmundjes. Individët apo personat të cilët vinë me alergji më të dobta, atëherë unë i preferoj 10 seansa. Për shkak se 4 deri 5 seansa janë ato që ta ul sekretin e hundës, për shembull kollitjen e kështu me radhë, pastaj edhe seancat e ngelura që të arrit imunitetin e organizmit edhe kështu ketë një kozgjatje më të madhe që individi apo personi qetë në gjendje, do me thënë, mos ketë alergji në atë periudhë. Që vinë me probleme psikologjike mbarësisht nga sëmundja e tyre. Nëse janë me depresion më të lartë, atëherë normalisht që seancat janë më të gjata. Dhe ato që janë me depresion më të ulët. Njerëzit normalisht edhe pak e kanë atë frigën e inhalacionit. Kjo nuk është asgjë. Kjo është thjesht një shërim që e ka dërgu Zoti te ne. Ka është një insekt që Zoti e ka dërgu në botë që t'i shëroj njerëzit. Me mjaltin, që të gjithë e dinë, pastaj poleni, që është një ushqim shumë i mirë proteinik për organizmin, propolisi, që është një antibiotik natyral, që nëse një njeri konsumon vazhdimisht propolis, asnjëherë nuk do të pijë antibiotik. Kjo është e vërtetuar. Dylli bledhve, që është një emulgator shumë i mirë për organet e tretjes, do me thënë lukëthin, zorët. Sot ajo ndan këtë eksperiencë me të tjerët, me fëmijë e të rritur, që kërkojnë një mënyrë të shëndetshme për të përmirësuar cilësinë e jetës së tyre.